Më shumë se 60% e pastruesve të injektorëve të karburantit nuk janë thjesht mashtrime, por janë vrasës të heshtur të motorit. Unë personalisht i kam testuar këto shishe, i kam derdhur në shinat e karburantit, i kam analizuar brenda injektorëve të vërtet, i kam parë ato të punojnë ose të shkatërrojnë në rezervuarët e provës. Njëri prej tyre ringjali një injektor plotësisht të bllokuar në më pak se 1 orë dhe arriti të zvogëlloj konsumin tim të karburantit me 10%. Por ai gabuar skuqi sensorët e oksigjenit dhe përfundoi duke shkatëruar një konvertues katalitik prej $2,500. Sot do të ekspozoj 10 pastruesit që fjalë për fjalë shkatërrojnë makinat dhe do të zbuloj 6 që në të vërtet funksionojnë sipas shkencës, jo marketingut. Ky është informacion që shumë dyqane preferojnë që të mos e dini kurrë, sepse makinat që zgjasin më shumë nënkuptojnë më pak riparime dhe më pak para për to. Jini të përgatitur, sepse ajo që do të zbuloni mund t'ju kursej mijëra dollar në riparime të panevojshme. Pastruesi numër 12. Formulat gjenerike $3 që gjeni në raftin e poshtëm. Shihni një shishe pastrues injektori në raft për $3? Ecni drejtë në dalje pa e prekur atë. Këto shishe në koshin e volitshëm janë të mbushura me tretës të lirë, zakonisht vajgur, alkool me cilësi të dobët, ose një kombinim të dujave. Ato tregtohen si kura mrekulli me premtime ekstravagante të shtupura me shkronja të mëdha. Rikthen energjinë e humbur, rrit ekonominë e karburantit me 25%, pastron injektorët në një rezervuar të vetëm. Tingëllon joshëse kur përpiqeni të kurseni para, por këtu është e vërteta e vështirë që askush në dyqan nuk ju thot. Asnjë nga këto premtime nuk është reale. Në rastin më të mirë, këta pastrues të lirë mund të heqin pa pastërtitë e lehta sipërfaqësore, por pa PA, e cila është polieteramin, i vetmi kimikati provuar shkencërisht që shpëndan depozitat e karbonit të fortë, ata nuk mund të bëjnë absolutisht asgjë kundër grumbullimit serioz. Dhe kur punojnë pak, rreziku është eve më i madh se nëse nuk do të bënin asgjë. Këto produkte shpesh thejnë copa të grumbullimit në vend që t'i shpëndajnë ato kimikisht. Ato pjesë nuk zhduken në mënyrë magjike në ajër. Ato udhtojnë nëpër sistemin tuaj të karburantit si mina të vogla që presin të shkaktojnë telashe. Ato bllokojnë filtrin e karburantit duke detyruar pompën tuaj të punojë më shumë. Ato ngjeqin brenda injektorëve duke shkaktuar modele të pabarabarta spërkatjeje. Dhe disa madje arrin deri në konvertuesin katalitik ku grumbullohen duke bllokuar rrjedhën e shkarkimit. Kjo është pikërisht mënyra se si një bast prej $3 për të kursier para, kthehet në një faturë riparimi prej $2,500. Kam parë shofer që i derdhin këto shishe në rezervuarët e tyre, duke shpresuar për një rregullim të shpejtë dhe të lirë, vetëm për t'u kthyer javë më vonë me makinën që funksionon më keq se para përdorimit të produktit. Kurseni parat tuaja dhe blini një pastrues cilësor me PA të certifikuar, në vend të 5 shisheve vajgjar prit të lirë që vetëm e përkeqësojnë problemin. Pastruesi numër 11. Produktet me shumë qëllime që premtojnë të pastrojnë absolutisht gjithçka menjëherë. Disa shish pretendojnë se bëjnë fjalë për fjalë gjithçka. Pastroni injektorët, hiqni lumin nga vaj, stabilizoni karburantin, madje rregulloni sistemin tuaj të shkarkimit. Tingëllon si një ëndër e bë realitet apo jo? Këtu është e vërteta brutale që industria nuk dëshiron që ju ta kuptoni. Kur një produkt i vetëm premton të trajtojë absolutisht gjithçka, zakonisht nuk trajton asgjë veçanërisht mirë. Këto të ashtucvajtura mrekulli me shumë qëllime shpesh bëhen nga tretës të lirë pa ndonjë fuqi të vërtet detergjenti. Ato mund të hollojnë përkohësisht vjumin, të lirojnë lakun sipërfaqësor ose të freskojnë karburantin e vjetër për një kohë të shkurtër, por ato nuk përmbajnë PA, polieteramin, e cila është i vetmi përbërës i provuar shkencërisht që shpërndan depozitat e karbonit. Pa atë përbërës kritik, këto shishe janë pak më shumë se kokteje të shtrenjta të kimikateve të lira me marketing agresiv. Rreziku më i madh është konfuzioni kimik që krijojnë. Aditivët me shumë qëllime mund të ndërveprojnë shumë dobët me sistemet e karburantit, vullat e vajit të motorit ose sensorët elektronik të ndjeshëm. Ato nuk janë krijuar për të fokusuar në një problem specifik. Ato janë krijuar për të dukur sikur po bëjnë gjithçka, duke përhapur probleme në të gjithë automjetin tuaj.
Kam parë shofer që derdhin këto lloj produktesh në rezervuarët e tyre dhe përfundojnë me boshe të ashpër, injektor të bllokuar ose një dritë kontrolli të motorit ndezës vetëm disa javë më vonë. Ky rregullim i lirë kthehet shpejt në një faturë të shtrenjtë riparimi. Mos bini në kurtin e një shishe kuron gjithçka. Makinat janë ndërtuar me sisteme të sakta dhe delikate. Një produkt që pretendon të rregullojë gjithçka, zakonisht rrezikon të thëjë diçka gjatë procesit. Pastruesi numër 10. Pastrues me bazë vajguri të maskuar si teknologji. Ju hapni një pastrues të lirë injektori dhe vini re se ka erë tamam si vajguri. Kjo për shkak se zakonisht është vajguri. Shumë shishe buxhetore mbështeten në vajgurin si përbërësinë e tyre kryesor. Në sipërfaqe, duket se ka kuptim nga këndvështrimi i marketingut. Vajguri përzihet me benzinë pa probleme. Është jashtëzakonisht e lirë për t'u prodhuar. Dhe është një tretës shumë i butë, por pasi ta derdhni në rezervuarin tuaj, rreziqet të i kalojnë në mënyrë dramatike çdo përfitim të vogël. Vajguri nuk bën pothuajse asgjë kundër depozitave të karbonit të fortë që po shkaktojnë probleme me performancën tuaj. Është shumë i dobët kimikisht. Edhe kur kompanitë përzejnë atë me detergjent të tjerë për ta bërë atë të duket më efektiv, efekti hollohet masivisht. Pasi të përzihet në një rezervuar të plot benzine, vajguri bëhet po aq efektiv sa derdhja e ujit të ngjehtë mbi njollat e betonit. Thjesht nuk ka fuqinë e nevojshme kimike. Problemi më i madh është se çfarë i bën cilësisë së karburantit tuaj. Vajguri ul vlerësimin e oktanit të benzinës. Oktani ulet do të thotë trokitje motori, që është metall që godet metalin brenda cilindrave tuaj mijëra herë në minutë. Lëreni atë të pa kontrolluar dhe po shikoni faturat e riparimit që mund të përshkallëzohen në $10,000 ose më shumë për motorët të shkatëruar plotësisht në këtë mënyrë. Unë, personalisht, kam parë fatura që e tejkalojnë atë shumë. Për më tepër, vajguri hollon karburantin, gjë që shkakton djegije jo të plotë. Rezultati është më shumë grumbullim karboni në vend të më pak kandelave të pista që dështojnë para kohe dhe fillime më të forta të ftohta. Është fjalë për fjalë një recetë për zhgënjim. Shmangni çdo gjë që liston vajgurin ose distilatet e naftës si pastrues kryesor. Kërkoni PEA të shënuar qartë në etiketë. Kjo është ajo që motori juaj ka vërtet nevojë. Pastruesi numër 9. Koktejet e trecëve agresiv të ngarkuar me aceton dhe ksilen. Disa pastrues injektorësh mburen hapur se janë tepër të fortë. Ajo që do të thotë në të vërtet në praktik, është se ato janë të ngarkuara me tretës jashtëzakonisht të ashpër si ksilen, acetoni dhe përzierje të rënda të alkoleve industriale. Në letër, kjo t'inglon e fuqishme dhe efektive. Në realitetin praktik, është e rrezikshme për sistemin tuaj të karburantit. Këto kimikate heqin në ndyrën dhe lakun në mënyrë aq agresive sa jo vetëm pastrojnë, por fjalë për fjalë zhveshin karbonin në copa të mëdha. Këtu është problemi themelor. Copat e karbonit nuk treten në mënyrë magjike në lëng. Ata udhtojnë në rrjevën e poshtme përmes sistemit tuaj të karburantit, duke bllokuar injektorët që funksiononin mirë, duke ndotur kandelat që ishin të reja dhe madje duke bllokuar sensorët delikate të oksigjenit. Më e keq që nga të gjitha, shumë nga ato mbeturina përfundojnë direkt në konvertuesin katalitik. Pasi një katalizator bllokohet me mbeturina të ngurta, ju nuk po e rregulloni atë me asnjë kimikat, ju po e zëvendësoni plotësisht. Kjo është një faturë që lehtësisht të i kalon $2,000 për diçka që shkaktoi një shishe $10. Përzierjet e forta të tretësve krijojnë gjithashtu probleme të tjera serioze. Acetoni dhe ksileni mund të hanë fjalë për fjalë pjesët e gomës dhe plastikës në sistemin tuaj të karburantit. Zorët thahen dhe plasariten. Unazat humbasin elasticitetin e tyre dhe fillojnë të rrjedhin. Vulat përkeqësohen duke shkaktuar rrjedhje karburanti. Shtoni djegije të paqëndrueshme nga përzierja ndërprer dhe drita juaj e motorit të kontrolit bëhet një pasagjer i përhershëm në pultin tuaj. Mos u mbështetni në një shishe që shitet si një pastrues i thellë i mrekullueshëm. Nëse nuk e listoni PEA si përbërësinë kryesor aktiv, lëreni në raft aty ku është. Pastrimi aktual i injektorit kërkon një detergjent që tret kimikisht karbonin, jo një tretës që e shqyen atë dhe lë rrëmujen për ju të paguani më vonë. Pastruesi numër 8. Formulate peshuara në alkool, izopropil, që thajnë gjithçka. Disa pastrues injektorësh mburen me përmbajtjen e tyre të lartë të alkoolit. Zakonisht alkool izopropil ose IPA.
Ato shiten si zgjidhje të shpejta me premtime tërheqëse. Tani rezervuarin tuaj, pastroni injektorët tuaj, ruani motorin tuaj. Tingjon e lirë dhe lehtë, veçanërisht kur po përpiqeni të zgjidhni një problem shpejt. Por pastruesit me alkool janë një rrugë e shkurtër që shpesh u kushton shtrenjtë shoferëve. Jap se duhet t'i shmangni ato. Alkooli mund të thith ujin, i cili është mirë në doza shumë të vogla dhe të kontrolluara. Por në sasi më të mëdha, ai heq shumë më tepër se sa thjesht lagështim. Ai thahet plotësisht vullat e gomës, plas unazat, o dhe dobëson pjesët plastike brenda sistemit tuaj të karburantit. Pasi ato vulla dështojnë, ju po shikoni rrjedhjet e karburantit, presionin e dobët të sistemit dhe madje edhe dështimin e plot të pompës së karburantit. Pastaj është problemi i karbonit që këto produkte nuk mund ta zgjidhin. Alkooli thjesht nuk është kimikisht mjaftueshëm i fortë për të tretur depozitat e rënda si PA. Në vend të kësaj, goditni copat e lirshme. Ato pjesë bllokojnë injektorët e punës, dëmtojnë kandelat relativisht të reja, vendesin dritat e motorit të kontrolit. Ai shton një përzierje të dobët karburanti në listën e problemeve, sepse alkooli shton oksigjen shtesë në ekuacion. Dhe tani keni djegje të nxehtë, trokitje të motorit dhe dëmtim të pistonit që presin të ndodhin. Po, IPA mund të ndihmojë nëse po përpiqeni të hiqni ujin nga një rezervuar në një emergjencë buzë rrugës. Por si një pastrues injektori për përdorim të rregullt, është një bishoz që nuk ja vlen. Fitimi afat shkurtër nuk justifikon riparime afatgjata. Pastruesi numër 7. Pastrues të rënd me etanol që kopjojnë problemin ekzistues. Etanoli tashmë depërton në pjesën më të madhe të karburantit që pomponi pothuajse në çdo pikë karburanti. Pra, derdhja e një pastruesi që është ndërtuar në edhe më shumë etanol është fjalë për fjalë duke i kërkuar sistemit tuaj të karburantit probleme serioze. Në letër duket e zgjuar nga këndvështrimi i marketingut. Etanoli është një tretës i fortë që mund të heqë llakun, gomën dhe lumin. Por në kapuçinë e makinës suaj, efektet anësore shtohen tepër shpejt. Problemi i parë është uji. Etanoli është higroskopik, që do të thotë shkencërisht se tërheq lagështin direkt nga ajri si një sfungjer i dëshpëruar. Kjo lagështi shtesë shkakton korozion serioz në rezervuarët e karburantit, linjat e karburantit dhe injektorët. Riparimet mund të variojnë nga disa qindra dollar për linjat e karburantit deri në disa mijëra dollar për një hekurudh karburanti të shkatëruar plotësisht. Pastaj vjen problemi i përzierjes. Etanoli përban oksigjen, i cili mashtron motorin në funksionim të dobët. Një djegje e dobët çon në nxehtësi të lartë, trokitje të rëndë të motorit dhe në raste të këqija, pistona të shkrirë fjalë për fjalë. Kjo nuk është një egzagerim për efekt dramatik. Unë, personalisht, kam parë motor plotësisht të shkatëruar me vrima të djegura pastër përmes pistonëve. Automjetet e vjetra marrin goditjen më të madhe. Çdo gjë e ndërtuar para vitit 2000 nuk ishte projektuar për të përballuar ekspozimin e lartë të etanolit. Vullat e gomës thahen dhe plasariten. Zorët përkeqësojnë shpejt. Injektorët gërrjen më shpejt se sa mund t'i zvendësoni ato. Qëndroni me pastrues që përdorin PEA si përbërësinë e tyre aktiv. Nëse makina juaj tashmë funksionon me karburant të mbushur me etanol, gjëja e fundit që i nevojitet është më shumë etanol që futet me forcë në rezervuar. Këtu gjërat bëhen edhe më interesante. Ju keni parë 6 pastruesit e parë që janë të garantuar të shkaktojnë probleme. Produkte gjenerike të lira që nuk bëjnë asgjë përveç harxhimit të parave tuaja, shumë qëllime që premtojnë gjithçka, por nuk japin asgjë. Vajguri i maskuar duke ullur vlerësimin tuaj të oktanit. Tretësit agresiv heqin karbonin në copa. Alkooli i tharë të gjitha pullat tuaja. Dhe etanoli shton më shumë nga problemi që keni tashmë. Por 6 të tjerët janë po aq të rrezikshëm dhe disa janë edhe më keq sepse vijnë nga markat që i njihni dhe u besoni. Kjo ndjenjë re me sigurie i bën ata edhe më të pabesë. Këto janë produktet që njerëzit blejnë duke menduar se po bëjnë gjën e duhur, duke mos e kuptuar se po vendosin motorët e tyre për dështime të kushtueshme. Dhe pas ekspozimit të këtyre 6 fatkeqësive të fundit, më në fund do të zbulojmë 6 pastrues që funksionojnë vërtet, të mbështetur nga shkenca e vërtet, kimia e provuar dhe rezultatet që mund të marrni. Por së pari, duhet të dini saktësisht se çfarë tjetër duhet të shmangni. Pastruesi numër 6. Marvel Mystery Oil përdoret gabimisht si pastrues injektori. Derdhja e vajt.
Marvel Mystery në rezervuarin tuaj të gazit për të pastruar injektorët është si të punësosh një roje që refuzon të prek pa pastërtit. Tinglon e ashpër, por është e vërtet absolute. MMO ka ekzistuar për pothuajse një shekull të tërë, dhe ndërsa emri ka peshë dhe njohje historike, formula thjesht nuk ka fuqi të vërtet pastrimi. Është një lubrifikant, i pastër dhe i thjeshtë, dhe përdorimi i tij si pastrues është një gabim që e lë karbonin të qesh me ju, ndërsa ekonomia juaj e karburantit vazhdon të bjerë. Ja çfarë bën MMO me të vërtet mirë. Ai lubrifikon pompat e karburantit, cilindrat e sipër, madje edhe injektorët qëndrojnë të rrëshqitshëm, gjë që mund të ngadalsojë depozitat e ardhshme. Ky është parandalimi, jo pastrim aktiv. Pasi karboni të jetë pjekur brenda injektorëve tuaj për mijëra milje, MMO nuk do ta prek fare. Bosheja juaj mbetet e ashpër. MPG juaj vazhdon të rrëshqas poshtë dhe parat tuaja shkojnë direkt në kullim pa rezultate të matshme. Unë do të jap merita aty ku duhet. Nëse keni një motor mjaft të ri dhe dëshironi pak mbrojtje shtesë, një spërkatje MMO gjatë ndryshimit të vajit nuk është ideja më e keqe në botë. Por nëse shpresoni të rivendosni performancën e humbur, po luani lojën e gabuar me mjetin e gabuar. Ajo që ju nevojitet vërtet është një pastrues me polieteramin ose PEA, i vetmi detergjenti vërtetuar shkencërisht se shpërndan depozitat e forta. Ruani MMO për punë lubrifikimi të lehtë, jo për pastrimin e sistemit të karburantit. Nëse qëllimi juaj është vërtet të rivendosni fuqinë e humbur, ndaloni humbjen e kohës me vajra misterios dhe merrni diçka të krijuar posaçërisht për luftime kimike. Emri Mister nuk është rastësi. Problemi i vërtet është tendenca për të futur vajra në një sistem të krijuar rreptësisht për të përpunuar detergjentët e paqëndrueshëm. Marvel Mystery Oil është një produkt nostalgjik, një relike e epokës së motorit të karburatorit, ku tolerancat mekanike ishin aq të gjera, sa saktësia nuk ishte faktori përcaktues. Megjithatë, në një injektor modern, ku vrimat e spërkatjes janë më të holla se një flok njeriu, trashësia e këtij vaji bëhet një pengesë pakapërcyeshme operacionale. Duke derdhur këtë lloj vaji në rezervuar, dendësia e karburantit ndryshohet në mënyrë drastike. Njësia e kontrollit të motorit, ECU, është programuar për të llogaritur injekcionin bazuar në viskozitetin specifik të benzinës. Kur shtohet një vaj i dendur, atomizimi bëhet i papërsosur. Në vend të një mjegulle të imët që digjet me një herë, gjenerohen pika të rënda që përfundimisht karbonizohen në majën e grykës. Ndërsa ky produkt mund të jetë i dobishëm për lëshimin e valvulave ngjitse në motorët e mesit të shekullit të 20, në një sistem injektimi të drejtpërdrejt me presion të lartë, kontribuon vetëm në formimin e lumit dhe depozitave. Karboni i pjekur është një strukturë kristalore jashtëzakonisht e fortë, që kërkon një reakcion të tretjes kimike, jo lubrifikim sipërfaqësor. Përdorimi i këtij vaji zakonisht bën që sensori i oksigjenit të raportojë përzierje të pasura, pasi karburanti nuk digjet me efikasitetin e nevojshëm. Ky produkt duhet të rezervohet për funksionin e tij origjinal, lubrifikimin e mjeteve pneumatike ose si një aditiv karteri në motorët më të vjetër që kërkojnë përforcim në vullosjen e unazave. Për majën e një injektori preciz, ajo që kërkohet është kimia luftarake dhe parandalimi i vërtet, jo vajrat e shkollës së vjetër. Pastruesi numër 5. Trajtimi i motorit me shkum deti përdoret në injektorët modern. Hapni një kanaçe me shkum deti dhe do të nuhasni besimin në shishe. Mekanikët janë mbështetur në të për dekada. Shoferët betohen për të. Dhe marka ka ekzistuar që nga vitet 1912. Tinglon antiplumb, apo jo? Këtu është problemi që askush nuk ju thot në dyqan. Nuk pastron vërtet injektorët modern të karburantit ashtu siç mendoni, ose mënyrën se si sugjeron marketingu. Problemi është kimikisht i thjeshtë. Shkuma e detit nuk përmban PEA, i vetmi detergjenti vërtetuar shkencërisht se zbërthen depozitat e karbonit. Në vend të kësaj, mbështetuni në nafta dhe alkolin izopropil. Këto janë kimikate të mira për të ndryshuar grumbullimin e sipërfaqes së dritës, por ato nuk shpëndajnë karbonin e pjekur që po mbut injektorët tuaj. Në rastin më të mirë, ata lirojnë mbeturinat, të cilat më pas notojnë përreth duke shpresuar të shkaktojnë një problem të ri diku tjetër. Ky nuk është pastrimi vërtet, por zhvendosja e katastrofës. Sigurisht, në një motor me dy goditje, si foam mund të ndihmojnë ndjeshëm. Por në makinat dhe kamionët e sotëm me 4 goditje,
rezultatet janë zhgënjuese. Dhe ndërsa ndoshta nuk do ta shkatërroj plotësisht motorin tuaj, mund të krijoj dhimbje koke serioze. Filtra të bllokuar me mbeturina të liruara. Kandela të pista nga rezervuarët lundrues. Edhe një dritë e papritur e kontrollit të motorit nga sensorët e hutuar. Ruani Seafoam për pajisje kopshti ose stabilizim të karburantit të lehtë. Nëse makina juaj është e vështirë me injektor të ndotur, kërkoni një pastrues me PEA qartë në etiketë. Kjo është ajo që funksionon me të vërtet kimikisht. Shkuma e detit është e njohur për ndikimin e saj vizual, veçanërisht për rrën e dendur të timit të bardhë që gjeneron gjatë aplikimit të tij. Megjithatë, është thelbësore të mos gatëroni piroteknikën me efektivitetin e pastrimit. Ky tym nuk përfaqëson nxjerrjen e karbonit nga motori. Është thjesht djegjja e naftas së pranishme në formullën e produktit. Pengesa kimike qendrore është se nafta dhe alkooli izopropil kanë pika shumë të ulta avulli. Me të arritur në dhomën e djegjes, e cila i nënshtrohet temperaturave ekstreme, këta komponent avullojnë përpara se të ndërveprojnë me depozitat e ngurcuara. Përveç kësaj, alkooli është një substancë higroskopike që nënkupton se tërheq dhe ruan lagështinë. Në sistemet bashkëkohore të karburantit, të cilat përdorin plastik shumë të inxhinierisë dhe goma sintetike, alkooli i tepërt mund të thajë vullat e brendshme të injektorëve, duke çuar në rrjedhje mikroskopike që komprometojnë presionin hekurudhor të karburantit. Përdorimi i këtij trajtimi në një injektor të bllokuar është i barabartë me përpjekjen për të hequr bojën e thatë me ujë të ngrohtë. Papastërtitë sipërfaqësore mund të rrihen, por pengesa kryesore do të mbetet e paprekur. Ekziston gjithashtu rreziku i mobilizimit të mbetjeve të ngurta. Duke mos e tretur karbonin kimikisht, ky produkt mund të zhvendos fragmente që përfundojnë duke bllokuar katalizatorin ose mikrofiltrat e brendshëm të injektorëve. Përdorimi i tij ideal është i kufizuar në stabilizimin e karburantit në motorët e kopshtit ose makinerit që qëndrojnë boshe për periudha të gjata. Për një automjet me injeksion elektronik, është thelbësore përdorimi i detergjentëve të cilësisë së rëndë, të tilla si polieteramina, PEA, e cila i reziston temperaturave të larta dhe shndërron karbonin në gaz për nxjerrje të pastër nga sistemi. Pastrusi numër 4. Pastrus me aditiv silikoni të papajtueshëm me sensorët. Disa produkte shtojnë silikon si një lubrifikant të supozuar injektor. Në teori, tingëllon si një ide e mirë. Silikoni është i rrëshqitshëm, redukton fërkimin, duhet të ndihmojë që gjithçka të funksionojë pa probleme. Por këtu është çështja kritike që prodhuesit nuk ju tregojnë qartë. Silikoni nuk është i pajtueshëm me sensorët modern të oksigjenit që makina juaj përdor për të rregulluar përzierjen e karburantit. Silikoni gradualisht grumbullohet në ata sensor delikate, duke shkaktuar lehtësime krejtësisht të rreme. ECU-ja juaj, kompjuteri i motorit, fillon të rregullojë gabimisht përzierjen e karburantit bazuar në ato të dhëna të kontaminuara. Rezultati është performancë dobët, rritja e konsumit dhe përfundimisht kodet e gabimeve. Sensorët e oksigjenit nuk janë të lirë për t'u zvendësuar. Ato kushtojnë midis $100 dhe $300 secila në varësi të automjetit dhe shumë makina kanë sensor të shumtë. Edhe më keq, dëmtimi është i padukshëm derisa performanca të bjerë në mënyrë dramatike. Ju nuk e shihni silikonin duke u grumbulluar. Nuk ka paralajmërim të hershëm. Një ditë, makina juaj po funksionon mirë, tjetrëm kolitet dhe konsumi rritet në qiell. Shmangni çdo pastrues që liston silikonin, silikonatet ose komponimet e silikonit në përbërësitë e tij. Sistemi juaj i karburantit nuk ka nevojë për to, dhe sensorët tuaj definitivisht nuk mund t'i trajtojnë ato. Ky është një nga rreziqet më kritike dhe më pak të diskutuara në mirëmbajtjen e automobilave. Disa prodhues përfshin komponime silikoni nën premisën e përmirësimit të lubrifikimit të sistemit. Megjithse silikoni redukton fërkimin në teori, sjellja e tij brenda dhomës së djegjes është katastrofike. Silikoni nuk konsumohet plotësisht. Ai zhderohet në dioksid silikoni, i cili në thelb është një formë qelçi ose rëre mikroskopike që udhton në përshkarkim. Kur kjo mbetja arrin në sistemin e shkarkimit, ajo depozitohet në elementin qeramik të sensorit të oksigjenit. Ky komponent kërkon kontakt të drejtë për drejtë me gazrat për të gjeneruar sinjalin e tensionit që lejon kompjuterin të rregullojë përzierjen aer-karburant. Shtresa e silikonit vepron si një izolues që verbon sensorin, duke bërë që motori të humbas deri në 30% të efikasitetit të tij të funksionimit në periudha shumë të shkurtra.
Duke mos marrë të vëna të sakta, kompjuteri kalon në modalitetin e mbrojtjes, duke injektuar karburant të tepërt dhe duke shkaktuar konsum. Dëmtimi i silikonit është kumulativ dhe në shumicën e rasteve i paktyeshëm. Pasi sensori i oksigjenit kontaminohet, nuk ka asnjë metodë efektive pastrimi dhe zëvendësimi i tij është zgjidhja e vetme teknike. Është jetike të kontrolloni etiketat e aditivëve dhe të shmangni çdo produkt që përmend silikonate ose agent vullosës silikoni. Injektorët modern nuk kërkojnë lubrifikant të jashtëm të këtij lloji. Ato janë krijuar për të funksionuar me lubrifikimin e brendshëm të benzinës. Injorimi i këtij paralajmërimi mund ta kthejë mirëmbajtjen me kosto të ulët në riparime teknike me vlerë qindra dollar. Pastruesi numër 3. Produkte me naftalin si përbërës kryesor aktiv. Naftaleni është i njëjti kimikat që do të gjeni në molat për molat në dolapin tuaj. Disa pastrues të vjetër e përdorin atë bazuar në teori të vjetruara se rrit vlerësimin e oktanit. Kjo ide ishte diskutueshme dekada më parë dhe është krejtësisht e rrezikshme në motorët modern. Naftaleni krijon depozita ngjitse në valvula dhe dhoma djegjie. Fjalë për fjalë e përkeqëson problemin që supozohet se po zgjidhni. Në vend që të pastroni, ju po shtoni një shtresë të re pa pastërtie. Sensorët modern nuk ishin krijuar për të trajtuar kimikate të tilla agresive dhe të vjetruara. Rezultati është lehtësime të çrregullta, përzierje të pasakta karburanti dhe dëmtumte të mundshme të përhershme të katalizatorëve dhe sensorëve të oksigjenit. Nëse shihni naftalenin të listuar në përbërës, veçanërisht afër kryes së listës, largohu. Është teknologjia kimike nga e kaluara që nuk ka vend në makinën tuaj moderne. Inxhinierët e automobilave ndaluan përdorimin e tij për arsye shumë të mira. Përdorimi i naftalenit në sistemin e karburantit është një praktikë e vjetruar që injoron përparimet në inxhinierin e materialeve gjatë dekadave të fundit. Edhe pse në të kaluarën besohej se ky hidrokarbur aromatik policiklik mund të rrisë pak vlerësimin e oktanit, sjellja e tij në motorët modern me injeksion elektronik është katastrofike. Kur i nështrohet presioneve të larta të shinave të sotme të karburantit, naftaleni tenton të precipitojë, duke krijuar depozita ngjitse që ngjiten në shufrat e valvulave dhe kokat e pistonit. Kjo substancë nuk ka aftësi detergjenti. Në vend të kësaj, ai vepron si një lidhës që bllokon grincat e karbonit, duke trashur shtresat e papastërtisë që supozohet të heqë. Përveç kësaj, djegja e tij jo e plot gjeneron betje të rënda që ndotin shpejt në shtresën qeramike të konvertuesve katalitik, duke reduktuar në mënyrë drastike jetën e tyre të dobishme. Sensorët e oksigjenit nuk kalibrohen për të përpunuar nën produktet kimike të këtij përbërësi, gjë që çon në lehtësime të çrregullta që ngatërojnë kompjuterin e motorit. Nëse etiketa përmend naftalenin ose derivatet e katranit, produkti paraqet një rrezik të papranueshëm për integritetin e komponenteve pas djegjes dhe stabilitetin boshe të automjetit. Pastruesi numër 2. Trajtimet me metanol si bazë kimike kryesore. Metanoli është një alkool shumë më agresiv se etanoli ose alkooli izopropil. Është jashtëzakonisht xhëries për komponentët e aluminit në sistemin tuaj të karburantit. Shumë makina moderne përdorin gjerësisht alumin për të ulur peshën. Binarët e karburantit pre alumini, trupat e injektorëve të aluminit, lidhësit e linjës së aluminit. Metanoli sulmon të gjitha këto kimikisht. Ai gjithashtu shkon pas vulave, guarnicioneve dhe komponentëve plastik shpejt. Ato pjesë degradohen, plasariten, fillojnë të rrjedhin. Papritur keni rrjedhje karburanti që nuk ekzistonin para përdorimit të produktit. Metanoli gjithashtu digjet dukshëm më nxehtë se benzina e zakonshme. Kjo nxehtësi shtesë krijon një rrezik të dëmtimit termik të valvulave. Ato janë veçanërisht të rrezikshme në sistemet moderne të injektimit të drejtpërdrejt, ku karburanti spërkatet direkt në dhomën e nxehtë të djegjes. Asnjëherë mos përdorni pastrues me bazë metanol në automjete me pjesë alumini në sistemin e karburantit. Kontrolloni manualin tuaj nëse nuk jeni të sigurt. Rreziku thjesht nuk ja vlen ndonjë përfitim i vogël pastrimi. Metanoli është një tretës jashtëzakonisht agresiv, reaktiviteti kimik i të cilit është i papajtueshëm me arkitekturën e shumë sistemeve moderne të karburantit. Ndryshe nga etanoli, metanoli ka një afinitet të rëndë xheries për aluminin, një metal i përdorur gjerësisht në prodhimin e shinave të karburantit, trupave të mbutjes dhe komponentëve të brendshëm të injektorit për lehtësinë e tij. Ndërveprimi i metanolit me aluminin shkakton një reakcion të përshpejtuar oksidimi që dobëson muret e kanaleve,
të cilat mund të gjenerojnë mikroperforacione dhe rrjevje kritike të karburantit. Përveç kapacitetit të tij gjeries, metanoli sulmon integritetin strukturor të elastomerëve, duke degraduar vullat e gomës sintetike, guarnicionet, vezorët, derisa të bëhen të brishta. Ky përkeqësim i parakohshëm është shkaku kryesor i dështimeve të presionit në sistem pas përdorimit të aditive me cilësi të ulët. Në dhomën e djegjes, metanoli digjet në një temperaturë dukshëm më të lartë se ajo e benzinës komerciale, gjë që rrit stresin termik në valvulat dhe sediljet e shkarkimit, veçanërisht në motorët me injekcion të drejtë për drejtë, ku nuk kaftoje para ajrit. Rreziku i dëmtimit termik dhe dështimit strukturor nga korozioni e bën çdo përfitim margjinal të pastrimit të papërfillshëm në krahasim me mundësinë e një riparimi të madh. Pastrues numër 1. Pastrues me përqendrime ekstreme pa asnjë rregulim. Këto janë produktet pa markë që gjeni në pikat e karburantit me zbritje ose dyqanet e dollarëve. Ata nuk kanë certifikata të qarta. Ato nuk listojnë përbërë specifik. Ato nuk ofrojnë sasi ose përqendrime. Ato janë në thelb lëngje misterioze në shishe me etiketa tërheqëse. Përqendrimet e paregulluara mund të jenë gjithçka, komponent shumë të fortë dhe të dëmtuar, krejtësisht e padobishme dhe ju humbni para pa asnjë përfitim. Nuk ka asnjë mënyrë për të ditur se çfarë po derdhni në të vërtetë në rezervuarin tuaj. Rreziku i dëmtimit të rënd nga kimikatet e panjohura që ndërveprojnë në mënyrë të paparashikueshme me sistemin tuaj është real. Kam parë raste të dëmtimit të plot të sistemit të karburantit që kërkojnë mijëra riparime, të gjitha të gjurmuara në një shishe të lirë pa markë. Rregulli i thjeshtë: nëse nuk keni një etiket të qartë me PA të listuara, përqendrime specifike dhe certifikata të njohura, largohuni plotësisht. Nuk ja vlen rreziku për të shkatëruar makinën tuaj për të kursyer disa dollar. Mungesa e rreguloreve për produktet me kosto të ulët ose etiketat private përfaqëson në rrezikun më të madh për përdoruesin përfundimtar. Këtyre lëngjeve, shpesh të shitura në pika karburanti me zbriti ose dyqane gjenerike, u mungojnë certifikatat teknike që garantojnë sigurinë e tyre. Duke mos renditur përqendrime specifike ose përbërës aktiv, konsumatori derdh një formulë të paparashikueshme në rezervuarin e tij. Një përqendrim tepër i lartë i trecëve gjenerik mund të shpërdajë papritur sedimentet në fund të rezervuarit, duke dërguar një masë lumi direkt në pompën e karburantit dhe filtrat, duke shembur sistemin brenda pak minutash. Nga ana tjetër, shumë nga këto formula janë thjesht mbushës vajguri ose trecë të lirë që nuk ofrojnë aftësi të vërtet pastrimi, duke përfaqësuar një humbje parash dhe hollim të panevojshëm të karburantit. Mungesa e transparencës kimike e bën të pamundur të dihet se si këta komponent do të reagojnë me sensorët e sofistikuar të përzierjes dhe sistemet e avullimit të emetimeve, EVAP. Rregulli i artë në mirëmbajtjen e injektorëve është gjurmueshmëria. Nëse një produkt nuk specifikon përdorimin e polieteraminës ose nuk mbështetet nga teste laboratorike të njohura, rreziku i prishimit të komponentëve me precizion të lartë për të kursyer disa dollar është një vendim financiarisht i papërgjegjshëm. Tani që e dini saktësisht se çfarë të shmangni, është koha për të zbuluar 6 pastrues që me të vërtetë përmbushin premtimet e tyre. Këto mbështeten nga shkenca e vërtetë, jo nga marketingu mashtrues. Të gjitha përmbajnë PA në përqendrime efektive. Ato janë testuar nga mekanik profesionist dhe janë vërtetuar nga mijëra përdorues të vërtetë. Ky është ndryshimi midis produkteve që pastrojnë në të vërtetë kundrejt produkteve që dëmtojnë, vetëm duke pretenduar se ndihmojnë. Që funksionon numër 6. Lucas Deep Clean, për mirëmbajtje të rregullt parandaluese. Jo të gjithë pastruesit e injektorëve janë beturina, dhe Lucas e teston atë vazhdimisht. Kjo markë ka ekzistuar për dekada dhe formula e saj Deep Clean është një nga të paktat që mund t'i besoni vërtet për të bërë punën e saj siç duhet. Nuk është magji në shishe, por është një zgjevje solide për përdorim të rregullt parandalues. Ja çfarë bën atë të funksionojë kimikisht. Lucas Deep Clean ka PEA, detergjentin që në fakt shpërndan karbonin në nivel molekular. Për më tepër, shtoni lubrifikant që mbrojnë injektorët, pompën e karburantit dhe cilindrat e sipër. Kjo do të thotë se jo vetëm pastron, por ndihmon në reduktimin e konsumimit në të ardhmen, gjë që mund të zgjasë në mënyrë dramatike jetën e motorit. Tani, a është pastruesi më i fortë në dispozicion? Jo. Nëse injektorët tuaj duken si një skar barbecue pas vitesh neglizhencë, kjo nuk do ta shpëtojë ditën në mënyrë magjike.
Por për shoferët e përditshëm që duan t'i mbajnë gjërat të funksionojnë pa probleme, Lukas është i sigurt, i besueshëm dhe miqësor me buxhetin. Ju madje mund ta përdorni pak më shpesh se sa thon udhëzimet, pa u shqetësuar për dëmtimet. Provojeni atë me një pastrues me zbritje, ve do të jeni në një kamion tërheqës. Përdorni Lukas Deep Clean çdo disa mijëra milje për parandalim. Mendoni si larja e vëmve rregullisht. Mbani problemet të mos grumbullohen derisa të jenë serioze. Që funksionon numër 5. Gumu rifiton kilometrazhin e lartë për motorët veteran. A ka grumbulluar makina juaj më shumë se 75.000 milje dhe nuk ka parë kurrë një pastrim të duhur të sistemit të karburantit? Gumu Regain High Mileage është vendi ku filloni. Mendoni atë si një buton rivendosjeje për motorët e vjetër që koliten, belbzojnë ose humbasin fuqinë dukshëm. Ajo që e bën atë të dallohet është përqendrimi më i lartë i PEA, polieteraminës. Kjo nuk është pëzierja e ujit që gjeni në pastrues të lirë. Është mjaft i fortë për të shpëndar karbonin e pjekur që po vjev kuaj fuci dhe ekonomi karburanti nga motori juaj. Shoferët shpesh vërejnë boshe më të butë, përgjigje më të shpejt të mbutjes dhe kilometrazh edhe më të mirë pas vetëm një rezervuari të trajtuar. Një përfitim tjetër, Gumu gjithashtu ndihmon në luftimin e dëmit që shkakton etanoli në lëndët djegëse moderne. Ai kushtëzon karburantin për të reduktuar korozionin, gjë që është e rëndësishme për makinat që qëndrojnë midis udhëtimeve. Nuk është vetëm pastrim, është mbrojtje aktive. Tani, a është një kurrë mrekulli? Jo. Nëse motori juaj ka dekada neglizhencë ekstreme, mos prisni që një shishe e vetme ta kthejë atë nga vari. Por për automjetet me kilometrazh të lartë që kanë nevojë për një pastrim të thellë të fortë, kjo është një nga pikat më të mira filestare. Përdorni Gumu çdo 3 deri në 5.000 milje në makina të vjetra ose kur vëreni performancë tembele. Është sigurim i lirë për motorët që planifikoni të vazhdoni të funksiononi. Që funksionon numër 4. Royal Purple Max Clean për performancë dhe mbrojtje të dufisht. Royal Purple ka një reputacion për të qenë premium dhe pastruesi i tij i sistemit të karburantit Max Clean i përmbush këtë emër. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me pastrimin sipërfaqësor të injektorëve, ka të bëjë me performancën e matshme. Shoferët shpesh raportojnë për shpejtim më të qetë, kuaj fuqi të rivendosur dhe madje edhe një rritje të vogël në ekonominë e karburantit pas përdorimit të tij. Jap se funksionon kaq mirë. Max Clean balon PA për të shpëndar në mënyrë efektive depozitat e karbonit, por nuk ndalet në kaq. Funksionon gjithashtu si stabilizues karburanti. Kjo do të thotë se nëse makina juaj qëndron për javë të tëra, karburanti nuk do të prishet aq shpejt. Është si t'i jepni rezervuarit tuaj të gazit një mburojë mbrojtëse dhe injektorëve tuaj një pastrim të thellë në të njëjtën kohë. Një tjetër forcë është jetëgjatësia. Ndërsa shumë pastrues duhet të përdoren çdo 3.000 milje, Royal Purple mund të vazhdojë të mbrojë dhe pastrojë deri në 10.000 milje. Kjo është më pak shishe, më pak telashe dhe shumë më tepër vlera fatgjatë. Sigurisht, premium vjen me një çmim. Royal Purple kushton më shumë se pastruesit buxhetor, por qëndrueshmëria dhe mbrojtja shtesë e bëjnë atë të vlejë çdo qindark. Përdorni Max Clean kur dëshironi pastërti dhe përfitime të performancës. Është e mrekullueshme nëse vozitni çdo ditë dhe nuk dëshironi të shqetësoheni me trajtime të shpeshta. Që funksionon numër 3. Red Line. Si një përfuqi ekstrem pastrimi. Dëshironi pastruesin më të fortë të injektorit të disponueshëm pa recetë? Ja pra, Via e kuqe. Nëse dikush ka përqendrimin më të lartë të PA në dispozicion, ndonjëherë 30 deri në 50%, ndërsa shumica e pastruesve qëndrojnë shumë më poshtë. Kjo e bën atë një bish absolute kur bëhet fjalë për tretjen e depozitave kokfort të karbonit në injektor, valvula dhe vëma djegie. Rezultatet janë plotësisht reale dhe të matshme. Shoferët shohin punë më të qetë, energji të rikthyer dhe ekonomi më të mirë të karburantit pas vetëm një trajtimi. Gjithashtu ndihmon në reduktimin e trokitjes së motorit dhe madje edhe më të ulta të emetimeve, duke djegur karburantin më pastër. Me pak fjalë, funksionon dhe funksionon tepër shpejt. Por këtu është paralajmërimi. Nuk mund të shkurtosh këshe. Me këtë forcë të lartë kimike, duhet të ndiqni udhëzimet saktësisht siç janë shkruar. Hidheni në një rezervuar pothuajse bosh, mbusheni me karburant të freskët dhe lëreni të kalojë plotësisht nëpër sistem.
Ka përceni një hap, ose përdorni shumë dhe mund të vini re hezitim ose funksionim të ashpër, derisa rezervuari të përfundoj ciklin e tij. Përdoret siç duhet është një nga mënyrat më të mira për të rifilluar një sistem karburanti pa tërhequr injektorët për pastrim të shtrenjtë profesional. Ruani linjën e kuqe për probleme serioze të karbonit, ose si një pastrim të thellë të rastësishëm për mirëmbajtje të rregullt. Që funksionon numër 2. BG44K për pastrim profesional në shtëpi. Ky është produkti që përdorin dyqane profesionale në shërbimit e pastrimit që paguajnë $100. BG44K është një formull profesionale e përqendruar që funksionon tepër shpejt, shpesh në një rezervuar të vetëm. Është veçanërisht efektiv në motorët me injeksion të drejtë për drejtë që vuajnë nga grumbullimi i karbonit në valvula. Ky është një problem që mundon pothuajse çdo motor modern. GDI. Karburanti nuk prek kur valvulat e marrjes në ata motor, kështu që karboni grumbullohet pa asgjë për ta pastruar atë. BG44K mund ta sulmojë atë problem në mënyrë agresive. Kushton më shumë se pastruesi juaj mesatar, është e vërtet. Por ju po merrni trajtim të nivelit profesional pa pasur nevojë të çmontoni injektorët ose të çoni makinën tuaj në dyqan. Rezultatet janë dramatike dhe të dukshme në sjelljen e motorit pothuajse menjëherë. Punimi po zbutet. Përshpejtimi bëhet më linear. Konsumi përmirësohet në mënyrë të matshme. Përdoreni kur keni nevojë për pastrim të nivelit profesional, por dëshironi të shmangni faturën profesionale. Është veçanërisht e mirë për motorët që kanë grumbulluar probleme serioze dhe kanë nevojë për ndërhyrje të fortë. Që funksionon numër 1. Chevron Techron Concentrate Plus si standardi absolut i artë. Kur bëhet fjalë për pastruesit e injektorëve të karburantit, ky qëndron fort në krye për arsye të shumta të vërtetuara. Chevron Techron Concentrate Plus është produkti që shumica e prodhuesve të makinave dhe mekanikëve profesionist do ta rekomandojnë vërtet. Pse? Sepse mbështetet nga shkenca rigoroze, jo nga zhurma e marketingut. Sekreti është formula PEA e pronarit të Chevron. Ndërsa disa marka bëjnë pak spërkatje, Techron përdor saktësisht përzierjen e duhur për të thyer depozitat e karbonit në injektorët, valvulat e marrjes dhe dhomat e digjes. Kjo do të thotë për shpejtim më të butë, fuci të rivendosur dhe kilometrazh më të mirë pas vetëm një trajtimi. Është gjithashtu plotësisht i sigurt. Ndryshe nga disa pastrues të ashpër, Techron nuk do të hajë vula gome ose filtra bllokimi. Pavarësisht nëse jeni duke drejtuar një makinë krejt të re ose një udhëtar të vjetër me kilometrazh të lartë, funksionon pa ndonjë efekt ansor të keq. Kjo është arsyeja pse besohet në flotat komerciale ku koha e ndërprerjes kushton para serioze. Këtu është pjesa më e mirë. Techron nuk është kërkues për aplikimet. Funksionon në makina me benzinë, hibride, motocikleta dhe madje edhe motor të vegjël si kositse bari. Një shishe trajton në rreth 20 litra karburant dhe Chevron rekomandon përdorimin e tij çdo 3000 milje. Mendoni për atë si një përshtatje në shishe. Disa njerëz ankojnë se kushton më shumë se pastruesit me zbritje, por le të jemi të sinqertë. Ju do të shpenzoni më shumë për një zakon të keq kafeje brenda një jave. Ky produkt mund t'ju shpëtojë nga riparimet në mijëra. Ky është një kompromis që ja vlen plotësisht. Nëse dëshironi një pastrues të sistemit të karburantit që i përmbush vërtet zhurmën, Techron është pikërisht kjo. I besuar, i provuar dhe i besuar nga profesionistët në mbar botën. Tani e dini saktësisht se cilët pastrues injektorës shkatërrojnë motorët dhe cilët funksionojnë në të vërtetë sipas shkencës. Por këtu është gjëja. Këshillat e këqija nuk ndalen të pastruesit. Disa shoferë ende besojnë mite qesharake për karburantin që u kushton para çdo javë. Mos bini në ato kurte.